Zoti Berisha, kam edhe një pyetje të fundit. Duke parë takimet tuaja të fundit, ju në çdo takim i bëni thirrje administratës që për shkak të presioneve të marrin pjesë takime elektorale, por ta ndëshkojnë me vot në 11 maj majorancën socialiste. Çfarë informacionesh apo të dhënash keni ju? Prisni që votacioni të vinë nga administrata në Shqipëri? Faleminderit. Unë e bëj me shumë sinqeritet atë dhe ju them ju që ka me qindra e mira punojës që refuzojnë të bëhen pjesë e shtetit elektoral dhe që ndrojnë si punojës të shtetit. Edhe unë i përgëzoj ata. Ata janë në presion të madh nga drejtorët patronazhist, ata vëzhgohen, janë në survejim, dhe unë e denoj këtë klim terrori që mbillet sot në administratë, të dhanat i kam shumë të sakta, i kam nga institucione, nga jo një, por një numër i madh institucionesh, dhe s'ka diskutim që ata që zbatojnë ligjin janë pasuri. Janë pasuri kombëtare. Pse kryeministri sipas jush e ka ndryshuar në 3 muaj gati 3 herë projeksionin e rezultatit zgjedhjeve? Në fillim tha se PD-ja do të marrin rezultat si të 97-s, më pas kalkuloi rreth 84 mandate, ndërsa tani së fundmi thot se arrin 71 mandate. Sepse po shkon drejt gropsi i ka bërë vetes. E ka pa që është i pashpres. Po afrohet dita e grops. Dhe prandaj kërkon të zbres në kuota. Ma realiste. Faleminderit. Faleminderit për... Dhe...